Dy studiues nga Shkupi, Qerim Lita, një emër i spikator i historiografisë shqiptare, dhe Shkëlzen Halimi, shkrimtar dhe eseist, të njëjtën e 28 janarit në Hotel Tirana International në Tiranë, kanë promovuar librin e tyre dy vëllimësh, Tragjedia Çame, një botim me një interes të jashtëzakonshëm historik dhe shkencor dokumentar. Promovimin e mbështetën dy fondacionet, Alsar, që ka qenë botuesi i librit, dhe Fondacioni Çamëria Hasan Tahsini, mbështetës relevant i çështjes çame dhe promovues i kulturës dhe historisë së Çamërisë. Në këtë promovim, libri në fjalë u vlerësua si një testament dokumentar i pafalsifikueshëm për të gjitha kohrat, një mori e pafund dokumentesh për ferrjen e gjenocidit që ka ndodhur në Çamëri në vitet 1913 deri në vitin 1945. Misioni i madh dhe i vështirë për të zhvlerësuar shpifjet, strategjinë e destruktimit dhe zhdukjen e shqiptarëve me një mentalitet primitiv kolonialist. Hulumtime me ditë e muaj të tërë nëpër arkiva deri në Beograd për të gjetur dhe shpalosur të vërtetën, për të rrëzuar shpifjet dhe falsitetin. Kjo vepër vjen si një akt kujtese, historike dhe përgjegjësie morale, duke dëshmuar përmes dokumenteve arkivore autentike gjenocidin, dhunën dhe dëbimin e shqiptarëve të Çamërisë gjatë gjysmës së parë të shekullit të 20. Siç theksohet edhe në parathënie, përvoja historike e çamëve përfaqëson një nga dramat më të rënda të pasgjidhura të historisë moderne shqiptare, një plagë që ende pret drejtësi. Të renditura kronologjikisht, të shoqëruara me fotografi dhe referenca të sakta arkivore, dhe botohet në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe anglisht, duke e bërë këtë dëshmi të aksesueshme për publikun vendas dhe ndërkombëtar. Gjatë luftrave ballkanike, Greqia pushtoi thuajse të trevat jugore dhe ato juglindore shqiptare. Posa u pushtuan këtë toka, shovinistët grek branë, masakruan e dëbuan me dhunë me 10.000 familje shqiptare, me të vetmin qëllim që në këto treva të mos ngel asnjë gjurmë shqiptare. Vetëm në rrethet e prefekturave të Gjirokastrës, të Korçës e të Beratit u dogjën dhe u shkatruan më se 400 katunde shqiptare të përkatësisë fetare islame. Po kjo vepër barbare u zbatua edhe në krahinën shqiptare të Çamërisë. Ushtria pushtuese greke, posa hyri në Çamëri, e filloi persekutimin e menjëhershëm ndaj popullsisë shqiptare. Një ngjarje e trishtueshme ndodhi me 25 shkurt të vitit 1913, kur autoritetet greke të Paramithisë masakruan në pabesi parin e 10 fshatrave të krahinës, shkallë që përbëhet prej 72 personave. Kjo masakër e shëmtuar u krye me urdhër të komandantit të qetave greke Deli Janacit, me porosi që pjesa tjetër e popullsisë nga paniku t'i braktiste vatrat e veta, duke marrë rrugën e mërgimit, mirë po falë mençurisë dhe gjaktësisë së këtij populli pa mundsoi realizimin e këtij plani ogurzi. Dokumentet e sistemuara në këtë përmbledhje janë përzgjedhur nga koleksioni i Arkivit Historik të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe nga Arkivi Qendror i Shtetit në Tiranë. Për shkak të numrit të madh të dokumenteve, siç thon autorët, kjo vepër me rëndësi të veçantë është ndarë në 2 vëllime. Në vëllimin e parë janë përfshirë gjithsej 217 dokumente, renditja e të cilëve është bërë në mënyrë kronologjike dhe sipas numrit rendor, duke përfshirë periudhën kohore 23 mars 1920 deri 30 janar 1946. Në vëllimin e dytë janë përfshirë gjithsej 177 dokumente që përfshin periudhën 26 nëntor 1944 deri 26 shtator 1946. Krahas dokumenteve në këtë vëllim janë vendosur edhe 30 fotografi që ruhen në Arkivin Historik të Ministrisë së Punëve të Jashtme që flasin për çamët e strehuar në Shqipëri. Gjithsesi, këto fotografi janë rrëfime në vete dhe tregojnë shumë për tragjedinë çame, duke i dhënë veprës në fjalë një përmbajtje edhe më të plotë, si dëshmi e një kohe e cila në kujtesën e shqiptarëve ngeli si kapitulli më i dhimbshëm i historisë. Pjesa më e madhe e dokumenteve janë në gjuhën shqipe, por ka edhe në dokumente në gjuhën frënge, angleze dhe serbo-kroate. Përmbledhja Tragjedia Çame, prej vitit 1913 deri 1945, përbën një vepër dokumentare me interes të veçantë për historiografinë shqiptare në përgjithësi e të Çamërisë në veçanti. Shumica e dokumenteve janë të karakterit diplomatik, si shkresa, radiograme, raporte, telegrame, informata, analiza të përfaqësive diplomatike shqiptare në Greqi. Pastaj, letra, informata dhe raporte të krerëve çam midis luftrave botërore
drejtuar autoriteteve të qeverisë mbretërore shqiptare, por edhe shkresa, raporte, analiza, informata, memorandume të Këshillit Antifashist Çam në harkun kohor 1944-46, përmes së cilave pasqyrohet i tërë krimi dhe gjenocidi i shovinistëve grek ndaj popullsisë shqiptare në Çamari nga luftrat ballkanike e deri në mars të vitit 1945. Sipas këtyre dokumenteve, del se numri i përgjithshëm i të vrarëve dhe të masakruarve Çam në harkun kohor qershor 1945 deri në mars 1945 ishte 2300, prej tyre 1950 burra dhe 350 gra e fëmijë. Në këto shifra nuk janë përfshirë 2 deri 3000 vetë të cilët vdiqën gjatë udhëtimit nga të ftohtit dhe uria. Pjesa më e madhe e tyre ishte gra, pleq dhe fëmijë, ndërkohë numri i shqiptarëve që qenë detyruar të lënë vatrat e tyre të vendosen brenda kufirit të shtetit shqiptar ishte 18150 vetë. Këshilli Antifashist Çam me 22 qershor 1945 i raportonte qeverisë së përkohshme të Shqipërisë kundër të tjera theksonte se populli i emigruar vuan tmerrsisht pasi nuk ishte në gjendje të blej, por edhe situata shëndetësore ishte së tepërme e keqe për shkak të mungesës së ushqimit dhe mjekimit. Dhe përpasoj më se 2000 frymë kanë vdekur dhe kjo vdekje bëhet më e dendur në fillimin e stinës së dimrit. Fondacioni Alsar me këtë botim bën dokumentimin e një prej tragjedive më të dhimbshme të njerëzimit, atë të shqiptarëve nga Çamaria, plaga e të cilëve edhe sot e kësaj dite nuk është shëruar.